Kemi pasur rasti që një makinë është aksidentuar, aksident domethënë jo aksidenti deformim komplet të shasis, po një aksident rrugor, ai ka shkuar e ka riparuar dhe mbas 1 muaj, 2 muaj ka shqetur. Por kjo makinë që është aksidentuar, a duhet të rifutet në kontroll teknik? Këtu më hape një temë e cila është bërë pak problem, e kam parë në rrjetet sociale, po vinë makina të aksidentuara nga Europa dhe po shiten në Shqipëri. Ka një rregull në Gjermani, fakti që e njoh mirë, edhe në Zvicër duhet të jetë e njëjta gjë. Nëse mbas një aksidenti bëhet shitja e makinës tek ata që i marrin të dëmtuara dhe shkruar total shaden, pra e dëmtuar plotësisht, kjo makinë me këtë emërtim nuk mund të rifutet më, pavarësisht se mund të riparohet te servisi më i mirë që ka i vend, nuk mund të rifutet më në qarkullim. Por mos harroni, këto mjete kanë ardhur në Ballkanin Perëndimor, të rishitura. Dhe ky është një problem më vetë. Prandaj duhet marrë informacioni në kohë reale. Unë kam parë edhe di raste kur njerëzit për shkak të çmimit bëjnë një makinë në Gjermani, Zvicër, ku diun Francë, kur ka një derë të dëmtuar, atje i kushton riparimi apo zëvendësimi. Nuk është gjë ajo. Jo, flasim për rastet kur është e shkruar totalisht e shkatërruar dhe është riparuar. Kur blen online te këto Mobile 24 e tjera, po kur blen shkruar masdore, kështu që ka problematika të shumta kjo pjesa automobilit. E fundit ndoshta për ju, pastaj diskutojmë sigurisht për çështje teknike. Para çdo sezoni, po themi, sezonit verës, sezonit dimrit, treshjeve e tjera, ju përmendet që kemi pika, por e para ju orientoni kompanitë ose ju kërkoni edhe jo koncesionarëve, edhe koncesionarëve në fundit, por edhe kompanive që kanë për detyrë mi mbajtje rrugë, që kanë fituar tendrat e tjera. A ju blini disa detyra, ju kërkoni që ti në X zonë ti du të kesh patjetër krip ose skorje, tashmë skorje s'përdoret më, mos gaboj vetëm krip. Përzihet ndonjëherë. Ose mund përzihet nëse ka, se nuk dia nëse ka. Pra ti du të kesh kaq sasi gjendje, du të kesh kaq makineri e tjera, pra disa një farë kontrolli nga ana juaj mbi këtë kompani. Para se të filloj sezoni këtë që e quajmë në emergjenca dimrore, që zyrtarisht tham, fillon nga 15 nëntori deri me 31 mars, i kërkohet kompanive që të paraqesin tek ne materialin për depozitimet e kripës, në vendet e depozitimit të kripës dhe vendet se ku janë të parkuara mjetet të cilat kërkohen për periudhën e emergjencës dimrore. Krijohen shtabet, në Arrosho krijohet një shtab që përballon emergjencën dimrore, krijohen shtabet në çdo drejtori rajonale, pjesëtarë të drejtorive rajonale janë dhe pjesëtarë të shtabeve që krijojnë prefekturat, domethënë kemi lidhjet komplet dhe bashkëpunimin me gjithë prefekturat. Dhe mbas kësaj, nga ana autoritetit rrugor dhe drejtorive rajonale, mbasi të kenë paraqit programet e punës me gjithë kapacitetet që nevojiten për situatën dimrore, organizohen kontrolle për të parë gatishmërinë e mjeteve. Jepen porosi përpara që për kaq kilometra duhet të jenë këto borpastruese që gjatë momentit që ato kanë marrë një procedurë dhe këto kontrolle shoqërohen pastaj edhe me masa tjera mrapa që i kërkohet plotësimi i kërkesave të vazhdueshme për këta.